kush janë importuesit, çfarë sasie po importohen, kush është burimi i furnizimit, cilat janë çmimet furnizuese, si po shpërndahen në tregun vendor, cili është konsumi i fundit i derivateve që hyjnë në Kosovë. Çmimet e derivateve janë rritur me 40% krahasuar me datën 28 shkurt kur ka nisur sulmet në linjën e mesme. Edhe normalisht me njerët pas kësaj kostot e prodhimit edhe të operimit e bizneseve kanë filluar të barten tek çmimet e konsumit edhe tek çmimet e produkteve të ndërmjeme. Tani normalisht për shkak të integrimit të madh të tregjeve globale, përvoja ka treguar që efekti zinxhiror është zbukur i shpejt deri tek konsumatori i fundit dhe në mbar botën. Kështu pas një dyshim ne presim dhe janë analiza të bazuara që kjo krizë do të rezultojë me çmime më të larta, të cilat do të stabilizohen në nivele më të larta, edhe normalisht me rritje ekonomike më të ulët. Dhe si rezultat gjitha ekonomitë po i bën përgatitjet e duhura me masat më emergjente që duhet të ndërmerren në situata të tilla, në veçantë sa i përket rrutjes së fuqisë vlerëse të konsumatorëve dhe uljen ose menaxhimin e kostos së bizneseve. Kosova nuk bërbën përjashtim nga ky rregull edhe ne pasojë kemi filluar të shohim gjërësisht. Nga praktikat ndërkombëtare bazuar në studime, krizat e tilla siç po ndodh tani nuk i prekin gjitha vendit në mënyrë proporcionale. Kriza pra është asimetrike. Për dy arsye. Ekonomitë që karakterizohen me import të lartë, në veçantë me importin e energjisë, prekin më shumë se sa ekonomitë e tjera. Dhe e dyta, ekonomitë me të ardhurat të ulta preken gjithashtu më shumë, pasi në këto ekonomi, statistikat e FMN-s tregojnë që 36% e shpenzimeve të konsumit shkon për ushqime, krahasuar me 20% për ekonomitë në zhvillim dhe vetëm 9% për ekonomitë e avancuar. Dhe sigurisht në bazë të zonave Kosova i përmbush të dyja këto kushte për të prekur proporcionalisht më shumë se sa ekonomitë e tjera. Tani për të përballë me këtë krizë, qeveria e Kosovës ka ndërmarrë vetëm një masë të vetme, që është përcaktimi i marzhës së fitimit për bizneset që merren me derivate. Ndërkaq gama e gjerë masave të nevojshme që duhet të ndërmerren në raste të tilla nuk është konsideruar dhe kjo është pak e çuditshme kur po përballemi me 40% rritje të çmimit të derivateve. Për informim, vetëm mes datës 2 dhe 3 prill, pra dje dhe pardje, çmimi i naftës është rrit me 14%, çmimi i furnizimit në burim është rrit me 14%. Tani, kjo masë e qeverisë ne vlerësojmë që nuk është adekuate për dy arsye. Arsyeja e parë është caktimi i marzhës së fitimit e mban fitimin e biznesit brenda një kufiri të caktuar, por kjo ju mundson bizneseve që çdo rritje në tregjet ndërkombëtare ta bartin plotësisht tek konsumatori i fundit. Me këtë masë, bizneset nuk kanë nxitje për ulje të shpenzimeve. Kështu që konsumatori në vend që të mbrohet, në fakt ai e bart plotësisht barrën e rritjes së çmimit. Dhe e dyta, përvoja dëshmon se në intervenimet e tilla, që janë duke tërheqëse për qytetarët, në fakt e përkeqësojnë situatën. Pse e bëjnë këtë? Këto lloj intervenimesh bëjnë që në pamundësi të operimit brenda marzhave të fitimit të përcaktuara nga qeveria, disa biznese dalin nga tregu. Rrjedhimisht konkurenca dëmtohet pasi tregu koncentrohet në më pak biznese. Ato biznese që mbesin në treg tash mund të përballojnë marzha më të ulta për shkak të ekonomizimit të shkallës, e cila nuk kupton që rritja e qarkullimit, që rezulton pra nga rritja pjesëmarrëse këtyre bizneseve në treg, i ul kostot mesatare për njësi dhe rrjedhimisht këto biznese përballojnë marzha më të ulta ndërkohë që fitimi i tyre rritet. Cili është roli ligjor dhe kushtetues i qeverisë në raste të tilla? Janë 3 detyra që ka, 3 obligime që ka qeveria. E para është të mbrojë konsumatorin duke marrë përsipër vetë një pjesë të barrës, ndërkaq pjesën tjetër ta shpërndajë proporcionalisht në shoqëri. E dyta të parandalojë sjelljet abuzive në treg që mund ndodhin në situata të tilla dhe të ruajë konkurrencën, dhe e treta të punojë ngushtë me bizneset për përballim të situatës. E kemi vetëm një masë që është ndërmarrë deri më tash që parafërsisht e adreson obligimin e dytë që ka qeveria, që është abuzimi me çmimet në treg. Tani cilat janë masat konkrete që duhet të ndërmarrë qeveria, cilat u prezantuan nga kryetarja e grupit parlamentar të LDK, dhe në vazhdim të atyre masave unë po i elaboroj masa që i kemi propozuar në rezolutë dhe kërkojmë nga ju që të mbështetni. E para është inspektimi i tregut.
Ne kemi inspektoratin e tregut, i cili duhet të aktivizohet plotësisht për të monitoruar tregun edhe për të nxjerrë informata për dy çështje kryesore. Sa po rritet çmimi i furnizimit në baza ditore dhe deri në çfarë mase kjo rritje po bartet te konsumatori i fundit. Për këtë duhet bëhet raport i detajuar në baza ditore. Dhe në këtë raport ne duhet të kemi këto informata. Kush janë importuesit? Çfarë sasie po importohen? Kush është burimi i furnizimit? Cilat janë çmimet furnizuese? Si po shpërndahen në tregun vendor? Cili është konsumi i fundit i derivateve që hyjnë në Kosovë? Këtë këto dhëna tash lehtësisht mund të digitalizohen dhe të bëhen të qasshme për gjithë qytetarët dhe në një farë mënyrë të bëhet inspektor të bëhet secili qytetar në funksionimin e tregut të derivateve. Masa e dytë është parandalimi i sjelljeve abuzive në treg. Dhe ne kemi mekanizmin ligjor të kushtetues, që është mekanizmi i Komisionit të Konkurrencës. Rasti tipik që ka ndodhur tash, që është 40% rritje e çmimit të naftës, ky është momenti tipik pra që kërkon aktivizimin e Komisionit të Konkurrencës me masa parandaluese e jo me masa mandej të hetimeve ex post edhe me masa penalizuese ndaj bizneseve. Masa e tretë është ulja e akcizës, siç u elaboru më herët edhe nga kryetari i PDK-s. Ulja e akcizës nuk ndikon në tyrat buxhetore, sepse tyrat buxhetore janë duke u rrit për shkak të rritjes së vlerës që shteti mbledh si TVSH në çmimin e rritur. Edhe këtu lehtësisht mund të menaxhohet dhe të balancohet ulja e akcizës me rritjen e tyrave nga mbledhja më shumë e TVSH-s që e arrin qeveria në këtë situatë. Dhe nëse kjo nuk funksionon, dhe hapësira këtu për të ulë çmimi i derivateve në treg është deri në 36 cent, pra deri në vlerën komplete të akcizës, mandej mund të kalojmë në pjesën e rishikimit të TVSH-s për ta mbajtur çmimin të pandryshuar. Një mas tjetër është mbështetja e grupeve të ndjeshme, kategoritë sociale në veçanti, por në veçanti tani në pranverë bujqet. Duhet mendohet seriozisht dhe ky ka qenë premtimi ka hershëm që të subvencionohet nafta që përdoret për qëllime bujqësore. Dhëna që ka Ministria e Bujqësisë lehtësisht mund të përdoren për të bërë listën e bujqëve që subvencionohen për naftë. Dhe kjo mund të bëhet në dy mënyra, ose i subvencionojmë drejt bujqit për normativat për naftën që ata shfrytëzojnë për tokën bujqësore të punueshme, e cila momentalisht subvencionohet, ose mund të heqim TVSH-n dhe akcizën në burim, në mënyrë që nafta që blehet nga bujqet të blehet pa akcizë dhe pa TVSH. Dhe masa afatgjat me cilën duhet të mendohet që nuk e kemi adresu tash e sa vite në mënyrën e dur është ndërtimi kapaciteteve depozituese. Ka modele shumë të mira ndërkombëtarisht të ndërtimit të këtyre kapaciteteve ose përmes shtetit, ose përmes investimeve publiko-private, ose përmes kontraktimit të sektorit privat për të mbajtur depozita të tilla. Ose duke hyrë në marrëveshje ndërkombëtare me vende partnerë ku ne mund të kemi qasje në rezervat e tyre në raste të tilla, normalisht duke bart një pjesë të kostove që ato vende, ata partnerë pra kanë për ruajtjen e rezervave të